Këta 5 libra na ndihmojnë ta kuptojmë më mirë botën. Në fillim, nga Stefan Zweig, është Bota e Djeshme. Kujtimet e një evropiani. Është autobiografia e tij dhe një libër i cili tregon në mënyrë të mrekullueshme çfarë është Evropa, cila është vlera e saj e vyer, por edhe gabimet që nuk duhen bërë siç i bëm shekullin e kaluar në luftën e parë dhe të dytë botërore. Nëse do të kuptosh një diktaturë, asgjë më mirë se sa Festa e Ciapit nga Mario Vargas Llosa, një libër i cili ka fituar çmimin Nobel dhe po e zure me dorë derisa ta mbarosh nuk e për ta hequr. Një lexim tronditës, por shumë i bukur. Gjithashtu, Një ditë e Ivan Denisovićit nga Aleksandr Solzhenitsyn, ky na tregon gulagun rus në një ditë, por një ditë mjafton, më besoni, libër i madh. Nga data 2 deri në datën 6 dhjetor në Tiranë do të jenë ditët e letërsisë evropiane, është festivali i letërsisë evropiane. Një shans për takuar autorë nga vendet ndryshme të Evropës, të rinjt, lexuesit, shkrimtarët shqiptar janë gjithë të mirëpritur për qenë së bashku e për diskutuar për vlerat e letërsisë si çelës për të hapur dyert e kuptimit. Dhe në fund tani, 2 libra shqiptar. Rëno vetëm për me tregue, një margaritar, një thesar i kuptimit të diktaturës në Shqipëri që mendoj se përveç se i mrekullueshëm duhet jetë edhe i detyrueshëm për të rinjt, dhe ridënimi i Fatos Lubonjës, një libër po ashtu i rëndësishëm për të kuptuar të djeshmen. Kaq kisha.